pyete Nezhin, a kishe luftu kundër Shqipërisë për me mbrojtë Kosovën, si patriot i madh që je? Është pyetje nga një fan si yti, ta dërgoj më vonë. Nëse kish me sulmu Kosovën, sigurisht që kisha luftu kundër çdo kujna që e sulmon Kosovën. Edhe kundër Shqipërisë këtë rast. Edhe kundër Shqipërisë, edhe kundër çdo vendi që do ta kishte sulmu Kosovën. Por Shqipënia është shoqër zotit, jo vetëm vend mik me Kosovën, por është vend vëlla me Kosovën, edhe ajo ka ndodhur një herë në histori që me luftu patriotat e Kosovës kundër ushtarëve që ardhur për Shqipënisë, ndërta ka qenë edhe babgjyshi jam. Ai e ka mbrojt mbi kodrat e Novi Pazarit, ka mbrojt Novi Pazarin, kufinin e përm të Shqipërisë të asaj kohën, vitin 1943-44, deri sa partizanët pe Shqipënisë të kryer me Ramiz Alin, me Shefqet Peqin e me Rahman Parlakun, kanë ardhur dhe me 28 nëntor 1944 jenë fut në Novi Pazar mbrapa shpinës, edhe ja kanë dorëzuar Novi Pazarin Serbisë. Babgjyshi jam ka qenë të luftu të mbrojt pe çetnikëve dhe pe partizanëve në atë kohë kufinin, pe onë sipërme këta ju kanë hi mas shpine. Mos harrojmë që patriotët më të mëdhej, domethënë të Kosovës, në atë kohë janë vu në listat të zeza, janë ekzekutuar, janë përshkatuar prej këtyre brigadave që kanë ardhur. Para se mund ndodh një gjë e tillë në të ardhmen, edhe po kthehemi te na sport. Tani nuk mund ndodh për shkak se edhe Shqipëria dhe Kosova i kemi të njëjtit aleat strategjik. Po nëse për shembull Kosova bëhet me Amerikën, në Shqipënia me Rusinë ose anas sjelltas,